Keku dhe Feriza ishin në pikë të njëjta e në formë të ngjashme para këtij takimi, kurse të dyja ekipet nuk mëtojnë më shumë se sa një vend në gjashtën e parë në tabelë. Takimi filloi me lojë të qetë dhe të dobët, madje Keku e lejoi Ferizan që ta merrë iniciativën në minutat e parë të ndeshjes. Mirpo ky fakt nuk pati kurrfar domethënie, me që Feriza nuk krijoi asnjë rast të mirë, kurse Keku nga ky kundërsul me shënoi golin e vetëm në pjesën e parë nëpërmjet Berat Grabovcit. Edhe pjesa e dytë filloi ngjashëm si e para, kështu që 300 shikuesit në stadium nuk është se kishin çka të shikojnë. Madje edhe goli i dytë i Kekut u shënua nga i njëjti futbollist dhe në të njëjtën mënyrë si i pari. Pas golit të dytë të Grabovcit kishin mbetur edhe një gjysmë lojë, mirë po ekipet mezi pritnin skadimin e tyre dhe takimi përfundoi me fitore të merituar të ekipit vendës.